Për një moment për shohun e disa mendova që janë gra, veshën me ato zezat ato maçi, po më tha jo, tha janë ta meshko janë ta po janë mujahidin. Çka janë ta mujahidin? Dy nga ata i morën në kamion para, dy i morën makinë dhe një tjetër e di që janë kanë 5 veta nga ata. Në ata si u thjeshin se jemi vëllezër në musliman me ju. Diku pas 2 javësh jemi kontaktuar nga shtabi i përgjithshëm. Na është konfirmuar që këta duhet me i largu për shkak se nga ta që jo vetëm njëri nga ta që na ka thonë me i largu, edhe shefi operativ që ka qenë Besim Zerapi, edhe Fatmi Lima, mirë po edhe thonë edhe Kadri Veseli ka urdhënu disa tjerë që më na thonë që me i morë mos milion. Gjatë përcjelljes grupeve, se pritjes grupeve që i banëm në Lubisht, zakonisht ata mrinin rreth orës 3 mëngjesit, i shketer aty dhe ai përcjellsi që ishte me ta zakonisht na përcjellset komunikosh me përcjellsin edhe për një moment për shohun e disa mendova që janë gra, veshën me ato zezat ato maçi, po më tha jo, tha janë ta meshko janë ta po janë mujahidin. Çka janë ta mujahidin? Edhe ju afruam me ta, kemi komunikuar me ta në gjuhën gjermane, se nga Gjermania kanë ardhur. Dy nga ata i mora unë në kamion veç për kurresh, i thash ti shoh pak se nga Lubishta duhet ta banim rrugën, duhet kalonim gati 10-15 fshatra për me rrinë Pagarush. Deri në Pagarush e kemi pas destinacionin tana, zakonisht i kemi dërguar në shtëpinë e Rozhdi Kryziut. Apo në Divjok shta përgjithshëm edhe në pjesë tjera, po më shumë kemi operuar në zonë operative të Pashtrikut. Dy nga ata i morën në kamion para, dy i morën makinë dhe një tjetër e di që kanë 5 veta nga ata. Edhe kur kemi kalu, se me ato veshjet ata, me ato mjekrët e me ato, me qenë se na si i po në fillim nuk na erdhi mirë, nuk kishim atë ndjenjen që jo që kishim diçka ndaj fesë, islam ose asaj, po ne kishim djem shumë në Kosovë që nuk e kishin rrugë armën ende. Jemi marrë këtë njësit ative, më na ndihmu, më na suportu, për më na çliru, nuk e sheshëm fort arsyeshme. Po gjatë rrugë timit që u mundosha unë me komuniku me ta, ata në ata si u thjeshin se jemi vëllezër në musliman me ju. Me qenë se na kemi pasur edhe besimit katolik, shok tonë në shtorë. Po neve nuk na ka do këtë me fillim kjo gjë mirë nga ta. Këtë moment kur kemi kalu fshatin Rrugov, në atë kohë dilshim edhe në asfalt. Truponim asfaltin ose kalonim nga Rrugova drejtim Celinës Krushës Madhe. Për një moment unë sa i kisha këta në kamion forcat serbe kalonin, shkonin për Gjakov, konvoji forcat serbe me ato, edhe po më thonë çka janë ta, thash serb. Edhe kapën automatik edhe kishin automatik bumë se po doin me tha pisolmoj, na u frigoshem se po na prishin vijën atë. E të morë me ta ka bo, mos reagoni, thash se na veç duhet më largu për këtujt, mos më na po. Se mundashëm edhe me imlu me tesha këto. Mirë pra edhe kur i kemi qunë Pagarush nuk e kanë prit mirë edhe tjertë. Diku pas 2 javësh, jemi kontaktu nga shtabi i përgjithshëm. Na është konfirmuar që këta duhet me i largu për shkak se dikush i ka vërejt nga gazetarët, dikush amerikanë, u frigoshin ta pak që mos me dalë para shtypit ose para medjave që ka edhe mujahidin, se nuk kishim nevojë fort për këta. Edhe na thirri neve që me shku me i marë prap, kemi shku din Pagarush e kemi marë, mirë por ka qenë në atë kohë, ka qenë borë shumë e madhe në Lubisht Hasit. E kuptuan edhe ata, pak me një farë mënyre, jo arrogante, po mënyrë pak kështu demonstrative, kuptuan që s'po doj miliona. Edhe kanë bo një gjest shumë tronda kanë bo në kamion, e kemi pas një kamion me kamion zastavi shumë, ka qenë e Carada e Kuqe, në Lubisht Hasit, ishte bora gati 50 cm poshtë. Edhe pritshëm një grup në monarë dhe tani këta mi përcjell me ta tani. Ja kanë shti flakën kamionit mrapa, qëllimisht ata, që me bo pak alarmant aty, ishëm mes fshatit, ne ishëm manelt, e shkum, kemi pas shumë pak problematik me ta se, derisa i kemi drejtuar rralla armë që i kemi qetësu, i kemi ase që po s'kemi mujt atë ditë me i dërgu, i kemi pru prap në Landovic, i kemi marrë një 2-3 ditë në Landovic, kemi kontaktu me shtab përgjithshëm edhe kemi dërgu prap në Pagarush. Nga aty janë mundu me i majtë mbrenda ata, po për fat njërin nga ata, ku ka pas luftimi diku kanë marrë pjesë këta, është plagos në kom, ka qenë Abdurrahman i theshin njërin nga ata. Herën e tretë na kanë thirrë,
në Kështëmadhe, në Reti, ka qenë shtabi i Retis aty, na thirrin edhe na thonë që më ardhë me i dërgu prap ta. Mirë, por në atë kohë na thonë vesh me makina morë se kemi kamionin. Kamioni ka qenë i Regip Hotit, tani dëshmor vllavi i Kshin Hotit. Për cjellën e ka bënë një Zbedin Berisha, atë ka qenë me këta, edhe disa nga shtapi përgjithshëm dikush ka pas me shku për Shqipëri. Mirë, por këtë herë e patën vendos me çdo kusht me i deportu për Shqipëri këta. Jemi mundu edhe këti djalit që koni plagosën me improvizu pak kamën, me rregullu pak me drosa me zënë, po s'kemi mujt. I plagosin në kamet, këta tjertë, në kamion i kemi dërgu deri në fshatin Guden. Zakonisht në çdo herë kemi udhëtu pa drita, gati 2-3 orë me kamion pa drita deri në pjesë ku kalojshmi, që mos më vrejt nga i kemi çuar në Guden, edhe këtë përcjellje ka bënë Zbedin Berisha i ka marrë, edhe i kemi dërgu jashtë. Nga ta që, jo vetëm njërin nga ta që na ka thonë me largu, edhe shefi operativ që ka qenë Besim Zerapi, edhe Fatmir Lima, mirë po edhe Kadri Veseli ka urnu disa tjerë që më na thonë që me i morë mos milion. Nga këta kanë qenë, po, nga krerët më të lartë të shtapit përgjithshëm që mos me marrë akontacion tjetër lufta që po zhvillohet në mënyrë fetare ose diçka tjetër. Pa marrë parasysh që na nuk kemi pas kundërshtim për as ndaj fesë ose diçka tjetër. Qëllimi i këteve sipas unë çka kam mujt me kuptu se me ra për vendet që shëhit me ra në atë kuptim. Po për ne nuk ka qenë shumë u bërë shumë mirë që i largum ata, për mendimin tim edhe të shokëve tjerë që mos më impliku në gjonat që nuk kemi pas nevojë na për ta. Individuale ka pas, kemi pas në grupe që kanë qenë për shembull turqë ose diçka tjetër. Në grupe ka pas, po kështu jo, mo nuk i kanë leju. Ka qenë edhe pak si lloj urdhë që mos me leju më me hi.